Nuhu i thirrë popullin e tij në dinin islam natën e ditë, në publik dhe fshehu apo në vetmi. Dhe ata hiç më pak se 950 vite. Ata jo që nuk e besuan dhe kaq, por edhe përgënjeshtruan. E quajtën edhe magjistar, shkuan edhe më larg dhe kërcënuan Nuhin alayhi salam. E kërcënuan se nëse nuk hesh, nëse nuk nalesh, por vazhdon me këtë rrugë, me këtë mision tonën, dije se kemi me të gurzu. Nuh alayhi salam o hidhrua shumë dhe popullit vet. Ky o bind se këta njerëz janë qashtë këqi, sa që nuk kanë botë më të këqi, dhe këta edhe ata që i lindin të këqi, del fare keqe. Andaj tha, o Zot, mos le mbi tokë asnjë pa besimtar. Doja ishte shumë e rëndë, por doja e pejgamberit nuk kthehet mbrapa. Dhe erdhi koha, dhe Allahu e urdhëroi qiellin me i hap dyert e me lëshu shivru. Sa që ka prej komentatorëve të Kur'anit të cilët kanë thamë, tek ky ajet Kur'anor, i hapëm dyert e qiellit, bima in munhamir, me ujë o fjala shi të vrodhshëm. Kanë thonë, kë shi nuk ka ra prej erave se që bie shiu zakonisht. Ja. Këtë shi e ka lëshu qielli, sepse s'ka ra që ka gjithë këtë shi. Dërsa nga poshtë, wa fajjarna al-arda uyunan, dhe tokën e hapëm, e shpërthyem, apo nga toka shpërthyem burime uje, sa që nuk ka met pjesë në tokë të Zotit pa qitë ujë. Ande pa mbuluhe, shiu krejt tokën, Allahu e urdhëroi të dashurin e tij Nuhin alayhi salam që të merr besimtarët që kanë besuar dhe të merr prej çdo gjallëse nga një qeft mashkull dhe femër e të futë në anije, sepse kjo anije do të lëndërojë, edhe të vetmit ata do të jenë të shpëtuar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندرم الله madhruar تبارك وتعالى صلوات dhe selam I dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokët e tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me të jemi në surat Al-Qamar, në surën e Hanës apo të Hënës. Pasi që I madhi Allah Tebareke wa Ta'ala përmendi apo ceku në përgjithësi gjendjen e atyre që përgënjeshtruan pejgamberët Allahut. Dhe sa atyre nuk bën dobi fare mrekullit të cilat u dërgoi I madhi Allah. Nuk bën dobi as qortimet e kërcënimet, se mund t'i gjej një dënim I rand në dynja para se me kaplu ata në ahiret. Cik gjendjen e tyre pra në ahiret, se do ta kenë ata jo besimtar, qëfar, tani në ajetet që kemë para vetës, u kujton me kazve, po të tjerët e cilët vinë pas tyne deri sa dhe kësaj dite, e që vazhdojnë të përgënjeshtrojnë pejgamberët, vazhdojnë të përgënjeshtrojnë ringjalljen ditën e kiametit të llogaridhënien. U cek apo përmend tregime të popujve të hershëm, të cilët edhe ata kanë ndjekur të njëjtën rrugë, sikurse me kasit, po edhe sikurse ata të cilët kanë ardhur pas tyre, derisa dhe kësaj dite, qofsi individ, qofsi shoqëri. Fillon me përmendjen e tregimit të Nuhit alayhi salam, për ta pasuar me Hudin alayhi salam, e pastaj Salihun, e Lutin, e të tjerë. E që këto tregime Allah I madhruar I ka cekur me gjerë, më herët në sure të ndryshme kuranore. Ndërsa këtu në surët Al-Qamar I përmbledh tregimet e këtyre popujve gënjeshtar, mohues, por që në fakt mjafton gjithsesi ajo çfarë cek I madhi Allah Tebareke wa Ta'ala. Për ata Allahu thot në fund të çdo tregimit, a ka kush që nalet dhe përkujton, a ka kush që pe këtij tregimi mbledh mend dhe përfiton e gjendjen e tij e përmirëson. Gjithmonë ne muslimanët që besojmë Kur'anin hak, kur të ndëgjojmë apo I lexojmë ajetet që flasin për tregimet e pejgamberëve, të popujve të tyre, sa na duken interesante, tërheqëse, po aq edhe të frikshme, sepse ndaj tyre popujve Allahu është hedhruar shumë. E kur hedhrohet Allahu, pason dënimi I tij, hakmarrja, ndëshkimi. E kur Allahu do ta ndëshkoj dikënd, ta dënoj, a ka kush që I del para. Subhanahu wa ta'ala, andaj robi tutet, ka frikë, se mos ruan a Zot, po hedhron krijuesin e tij Allahun. E pastaj nuk I vynu as dynjaja,
e gjësës së ahiretit. Allahu na ruaj prej hidhërimit të tij. Shkojmë tek ajetet e para, të cilat flasin për Nuhin alayhi salam, respektivisht për popullin e Nuhit. Dhe se si ju hakmar i madhi Allah Azza wa Jall. Andaj themi mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Para me kazve, para tyre, mohoj populli Nuhit. Ata përgënjështruan robin ton dhe i thuan i qmendur dhe kërcënën në natë. O Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, ky populli ytë me kasi cili po të përgënjeshtran. Dhe se këtu mrekullit të cilat o asol dhe ti ndërto dhe qarja hanës, që ishte pak më herët, e që ata thanë kjo është magji. Pra, këtu mrekulli dhe në kërë ty në Koranën që po asil ti, po e quajnë magji, e po të kundrështojnë shumë ashpër, nuk janë këta të partë, nuk janë të vetmit, ka pasur shumë të tjerë para tyre. Ndërta dhe të partë të tyre, dhe të partë të njerëzimit, janë populli Nuhit alayhi salam. Kadhabat qablahum, para tyre përgënjeshtruan qaumu Nuhin, populli Nuhit alayhi salam. Fakadhabu abdana, dhe përgënjeshtruan në robin ton Nuhin alayhi salam. E përgënjeshtruan në robin ton Nuhin alayhi salam. E kemi cekur më herët që nga fillimi atje në surët Al-Araf, surët Hud dhe surët tjera, se njerëzit pas Ademit alayhi salam vazhduan të jenë në fenë e babës së tyre, Ademit, në njohshmërinë e tauhid në Islam. Për 10 shekuj, siç ka thënë Abdullah ibn Abbas. E pastaj u shfaq shirku. Dhe Allah i madhruar e përzgjodhi nga mesa ati populli Nuhin alayhi salam dhe e shpalli për pejgamber të dërguar dhe e urdhëroi që të thrask popullin e tij në la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut. Dhe se duhet gjithsesi të braktisin adhurimet të zotave të tyre të tjerë pas madhit Allah. Nuhu, me përkushtimin më të madh të tij, e që misionin me të cilin ishte ngarkuar në vend, i thirrë popullin e tij në dinin Islam natën e ditën, në publik dhe fshehur as apo në vetmi. Dhe ata hiç më pak se 950 vite, siç ka thënë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama. Qëndroi tek populli i tij, duke thirrë në fjalën la ilaha illallah 1000 vite pa 50, pra 950. Ata jo që nuk e besuan dhe kaq, por edhe përgënjeshtruan. E quajtën edhe magjistar. Wa qalu majnunun. E quajtën magjistar. E quajtën magjistar nga se simbas tyne, një njeri I cili e sjell një ideologji
të re, e cila bie në kundërshtim me ideologjinë, bindjet e masës së gjerë dhe prindërve e stërgjeshve të tyre. Ai njeri nuk o normal. Ai njeri mund cilësohet vetëm se i çmendur. Nga se me men në kokë nuk del njeriu kundër popullit të tij, dhe aq me pak kundër gjyshërve e stërgjeshve. Andaj, këtë mund ta bëj vetëm një njeri i cili është i çmendur si Nuhu. La ilaha illallah. Nuk ka çudi kjo. Më herët e cekë Allahu se thanë pejgamberit ton, e mes pejgamberit ton dhe mes Nuhit alayhi salam ka përmi 5.000 vite. Po edhe Nuhit atje në fillim i thanë të njëjtën gjë. E që nën kupton se paganët dhe në përgjithësi jo besimtarët sillen rreth të njëjtave çështje, të njëjtave pika, të njëjtave bazamente, e që është paganizmi, bindja në paganizëm, apo në fenë e tyre të kotë dhe luftimi e kundërshtimin në çdo formë, çdo kujt që vjen dhe ja turbullon ujin, ja aprish rahatin. Dhe kjo aprish rahatin krerëve, liderëve, Paris, sepse masa bindet lehtë, por problemi është që këta flasin në emën tyne dhe i mbrojnë ata dhe nuk lojnë ty me folë me ta hiq. Apo, ty flet 5 minuta, ata e flasin 5 ditë e 5 javë. E njerëzit, nga natyra tyne, masa gjerë i pasan parim. E pastaj, paria gjithmonë jetojnë luks. Andaj asnjë pari në këtë dynja kur s'ki me gjetë që me dëshirë e shojnë postën e vetë. Kur s'ki me gjetë pari në këtë dynja që thë o njerë qëno, hishna piktuhit, se na në fylen rahat juve. Sepse jenë mirë ata aty. Jenë mirë si mbas tyne. Dhe jo vetëm që i thanë Nuhit alayhi salam për i çmendur. Por edhe i porositën popullin që asë se se mos e lëshoni fenë tuaj. Mos gaboni me lanë fenë tuaj për këtë njeri të çmendur. Që thek Allah azza wa jalla në surën Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dhe ata thanë, mos i braktisni zotat tuaj në asnjë mënyrë. Mos i braktisni waddin, as sawa'in, as yaghuthin, as Jauqën e as Nasrin. Kështu i kanë quajtur 5 idhujt, statujat, zotat e tyne që kanë adhuru me në zotit. E Allahu po atëseg surën Nuh që na vije neve atje inshallah taala në gjuzën 29 dhe flasim në detaje. Për këta 5 persona, në pse kemi cekur me herët shkurtimisht. Mos gaboni me lanë fen tuaj, mos gaboni me braktis zotat tuaj. Pra, mos gaboni me lanë ideologjinë marksiste, leniniste, sepse është ideologjia më e mirë në rrozullën toksor historitë njerëzimit. Kështu kanë thonë komunistët. E qa për ty interesante për pas saj. Ç'është e kitë gjithmonë njëjtë. Mos gaboni, sepse ata dhe ata, dhe s'ka më mi ta, të tjerë që nën ta. Allahu në ruajt, për një bindje të tillë, ja Rabbel Alemin. Populli Nuhit
shkuan edhe më larg dhe kërcënuan Nuhin alayhi salam. Wasdujr dhe kërcënuan Nuhin. E kërcënuan nëse nuk hesht, nëse nuk nalesh, por vazhdon me këtë rrugë, me këtë mision tonën, dije se kemi me të gurzu, pra me të mbytur. Qalu la in lam tantahi ya Nuhu latakunanna min al-marjumin. Siç ka thënë Allahu në surën Shuara, dhe i thanë o Nuh, nëse nuk tërhiqesh nga këto, dije se do të gurzohesh. Pra, i thirrën rrugë Zotit, jo një herë, jo një ditë, jo një muaj, jo një vetë, 950 vite. E akuzuan me lloj akuzash, që Zoti këtu po e cek vetëm 2. Fakt po e cek një që i thani çmendur, por e dyta që e kërcënuan. Dhe pas krejt kësaj, edhe pasi që kërkuan për shpejtimin e dënimit, dhe pasi që Allahu i tregoi robët të tij se nuk ka më për të besuar askush pas atyne që kanë besuar deri tani. Dhe masaj periudhe kohore 950 vite të i thirrë në atë ditë, Nuhi alayhi salam tha që shtat Allahu këtu, në vazhdim në jetët tona në jetën e 10. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A ju drejtua Allahut Azza wa Jall e po i thot: unë jam i mundur, prandaj më ndihmo Zot. Unë jam i dopto Allah, i patakat, i pafuqi. Nuk kam hile as zgjidhje. Nuk di çfarë bëj me këta njerëz. O Zot, këta edhe po më kërcënojnë se do të më likuidojnë, se lëre më që nuk më besojnë. O Allah, ndihmo ndaj tyne. Ndihmo ndaj tyne. Nuh alayhi salam o hidhrua shumë dhe popullit vetë. Dhe mes asaj që ka i drejtu Zotit, që në cek Allahun tjetër vend, se urët Nuh atje, kjo bind se këta njerëz janë qashtë këqi, sa që nuk kanë botë më të këqi, dhe këta edhe ata që i lindin të këqi, del fare keqe. Andaj tha: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. O Zot, mos lëm bitok asnjë pa besimtar, asnjë. Sepse nëse ti lën ata, Zot, ndonjë prej tyre gjallë, ata do të shpijen në humbje robërit e tu të tjerë, dhe prej tyre nuk do të lind tjetër, përpos kriminal dhe qufar jo besimtar. Doja ishte shumë e rëndë, por doja e pejgamberit nuk kthehet mbrapa. Dhe këte nuk o lët me njëherë, por mas 950 viteve sabër, e kush bëri ma shumë sabër ndave ca sa Nuhu, as kush në dynja. As kush në dynja.
La ilaha illallah. E Allah I madhruar, tash këtu në Surat al-Qamar, pra pasit se Nuh alayhi salam I loti drejtu Allahut o Zot, ndihmom ja Rab, ndihmom o Zot, sun jam I mundur, I maglub, I mundur, fantasir, të nga dhjem ndihmom, e erdhi përgjigja. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Dhe I hapëm dyert e qiellit dhe lëshuam shi të vrull shumë për I qiellit. I hapëm dyert e qiellit. Paraprakisht, Allah në ka cekur vende tjera, se pas kësaj duaje, Allahu e urdhëroi robën e tij Nuhun që ta ndërtoj një anije, dhe është I pari në rrezullin toksor I cili ndërtoi anije, dhe se paria popullit ti sa herë kalonin pranë ti duke ndërtuar aniju, tallnin me te, e këthoj ju thoshte talluni se do të vijë koha dhe ne do të tallemi me ju. Dhe erdhi koha, dhe Allahu e urdhëroi qiellin me I hap dyert e me lëshu shi vrull. Sa që ka prej komentatorëve të Kur'anit të cilët kanë thamë, tek ky ajet Kur'anor, ففتحنا أبواب السماء, I hapëm dyert e qiellit, bima'in munhamir, me ujë, o fjala shi të vrullshëm, kanë thonë kë shi nuk ka ra prej erave se që bie shiu zakonisht. Ja. Këtë shi e ka lëshu qielli, sepse s'ka ra që ka gjithë këtë shi. Pra po bie shi, pavarësisht është për erave, së është për erave, po bie shi që ka s'ka ra kur më parë. Dhe asë nuk ka më ra më kur më pas deri në kiamet. Kur më nuk ka më lëshu Zoti shi, qysh ka lëshu në kohën e Nuhit alayhi salam. Kjo nga lartë, dërsa nga poshtë, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, dhe tokën e hapëm, e shpërthyem, apo nga toka shpërthyem burime uje, sa që nuk ka met pjesë në tokë të Zotit pa qitë ujë. Nuk ka met. Dhe jo çfarë do uje, pa burime vrull. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ, dhe ujt nga lartë dhe ujt prej poshtë u takuan, ashtu si që ishte bërë kader, si që ishte caktuar në ezel 50.000 vite para se me krijuet tokën dhe qiejt, atje është bërë kader këtyne këtë dënim që do që vije për të madhët Allah. E ne dim se çdo gjë të Allah është me kader. La ilaha illallah. Thuhet se 40 ditë pa ndërprer, as natën as ditën, shi nga lartë që s'ka ra kur as shiu, edhe për del prej tokës që s'ka dal kur me herët, as nuk del me vojë. 20 ditë, deri sa përritet shiu, dhe I mboloj kodrinat, I mboloj kodrat, I mboloj malet, dhe mboloj çdo gjë. Por, para prakisht, ende pa mbulue shiu krejt tokën, Allahu e urdhëroi të dashurin e tij Nuhin alayhi salam që të merr besimtarët që kanë besuar e që ishin shumë pak,
thuhet deri në 80 veta, thuhet edhe më pak, dhe ti merr prej çdo gjallëse nga një qeft mashkull dhe femër, e ti fut në anije, sepse kjo anije do të lëndëroj, edhe të vetmit ata dje t'jenë të shpëtuar. E këtu Allahu thot: "Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur", dhe ne e bartëm Nuhin alayhi salam në një anije prej drasash dhe gozhdas, të gozhduara, tak. Dhe ne e bartëm atë dhe ata që janë me te, të se ka cekur për në jetë tjera, pra Nuhun e shpëtuam, bashkë me musliman, me 3 djemë të ti pe i të 4-ve, sepse i 4-ti nuk erdhi bashkë me nanën e vetë, e hëngër drejtë i malkuar, por këta të 3, me familjet e tyne dhe do musliman që e këshin besuar, hypen në anije dhe anija për ngritet dhe heci. Të tjerë të fundasën. E Allah pa thot, ne e bartëm atë në drasa, të gozhduara, anije të bërë për drasave, të gozhduara. E për anije kemi folë më herët qysh në surët të Hud. Tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufr. Kjo anije hecte në mbikëqyrjen tonë, në përkujdesjen tonë. Allahu ka urdhëru me ndërtu këtë anije. Allahu përun këtë anije prej fundosjes. Kjo dohet me shpëtu. Ata që janë në të dohet me shpëtu. Dhe shpëtua. Anija pëhec me mbikëqyrjen tonë. Madje bukvalisht i bie, anija pëhec me sytë tonë, të këqyrë me sytë tonë. Po kuptimi është me mbikëqyrjen tonë, për kujdesjen tonë. Jazaan liman kana kufr. Kjo është gjezaja. Kjo është shpagimi për ata që mohuan, ky dënim i cili u erdhi atyre, e që është përmbysja, e që është dënimi e shkatërrimi i tyre, është gjeza, është ndëshkim për kufrin e tyre, për arrogancën e tyre, për shirkun e tyre, për kundërshtimin e tyre pejgamberin e Allahut, për mohimin e tyre ringjalljen dhe të tjera. Po në anën tjetër është edhe shpërblim, dhe ngadhënjem, dhe triumfim për robën e Allahut Azza wa Jall, për Nuhin alayhi salam dhe ata që besuan për ballar armiqve të Allahut Azza wa Jall. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ne e kemi bërë atë si shenjë argument, por a ka ndonjë qymë, a ka ndonjë dikush që merr mësim. E kemi lanë atë, e kemi bërë atë, ose atë anijen e Nuhit, e kemi bërë si shenjë, si thot Katade, Allahu e ka lanë anijen e Nuhit, mos më kalë, mos më prish dedjen ymeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe dikush për tyre me takua me pate dhe me thonë që ka bo Allahu halakje shaj kamil prej para mira vitësh. Kuptim tjetër, e që mendej se është maj përgjithshëm dhe ndoshta edhe maj sakt, është se ne e kemi lanë shembull, rnek moster, argument, ngjarjen si ngjarje, dënimin. Dhe që ka mbetë. Mënyrës si ka dënuar Allahu Azza wa Jall ka mbetur dhe vazhdon të mbetet të përcjellë dhe të vazhdoj deri në kiamet.
Pra e kemi lënë ai argument. Argument për ata të cilët hezitojnë, e kanë pejgamber të mira jo. Për ata të cilët runa Zot kujtohen sa do të besu pejgamberin apo ka. Për ata të cilët vazhdojnë edhe me tej të qëndrojnë në kufër dhe në shirk. Për ata të cilët duan ta dinë se Allahu i madhruar kur është hidhruar në dike, veçantin disa popull si populli i Nuhit, i ka shkatëruar. Dhe kë ka qenë dënim, nuk ka qenë thjesht një përmbytje që quhen një fatkeqësi natyrore, vjen shiu dhe merr 200, 300, 500, i rrezon do shtëpia, do pemë, do hajt edhe e merr kada dalë e marrën njerëzit veten. Jo, jo. Kjo është e veçantë. Kështu s'ka ndodhur më parë, as më pas, as nuk të ndodh deri në kiamet. Bota më nuk do të fundoset deri në kiamet. Nuk të ndodh dhe që tillë. Pra, fehel me muddekir, a ka kush që merr mësim, a ka kush që për dëmja për kujtu, e me përfitu, e me mësu, e më kthy të Zoti vet, te bareke ve taala, e Allahun madhuru, e madhuru, edhe ati më nështru, te bareke ve taala. Fe kejfe kana adhabi wa nudhur. E çfarë është ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Pra, a nuk e shef se çfarë është ndëshkimi im ndaj atyne që u hidhrova on, pasi që i kërcënova ata, u atëherë ka vërejtën atyre në përmet pejgamberit Nuh, alayhi salam, i cili sa u atërheqte vërejtjen popullit të tij, se ka mundësi ju njerëz me ardhë dënimi i Allahut. Si kryu punë kërcënimi, ju e erdhi dënimi dhe nuk mbeti asnjë gjallë. Dhe në fund të këtij fragmenti, Allahu thotë: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir." Ne Kur'anin e bëm të lehtë për të kujtuar, por a ka kush që merr besim? Kjo është për mëkasit, po edhe për ne, të tjerët, dhe të tjerët deri në kiamet. Ku Allah i madhruar, pasi që e cekë të tregim, se çfarë bëri me popullin e Nuhit alayhi salam, e lavdron librin e tij dhe përshkruan librin e tina, se ne Kur'anin e bëm të lehtë, wa laqad yassarna al-Qur'ana, e kemi bërë Kur'anin të lehtë. Kur'ani i lehtë me kujtu, Kur'ani i lehtë me lexu, Kur'ani i lehtë me marrë vesh, me meditu, Kur'ani i lehtë me te Allahun me adhuru, Kur'ani i lehtë me kuptue halalat, e haramet, e këshillat, e urdhëresat, e ndalesat, dhe me te me punu, e me jetu me te, është i lehtë. E pjesë e kësaj lehtësie, që shkanë thonë në lemat, subhanallah, është se këtë Kur'an është i vetmi liber i shajt, të cilin e lexojnë ata që marrën vesh dhe ata që nuk e marrën vesh, arabë jo arabë. Madje edhe mësojnë përmensh, pa e kuptu, ata që marrën vesh dhe ata që nuk e marrën vesh. Është i vetmi liber dhe është pjesë e këtij kuptimi, me të cilën ne e adhurojmë Zotin ton pa qelë, pa lexu, por nga e që kemi mësu përmensh, qoftë një pjesë, qoftë krejt. Është e vetmi liber që ne e lexojmë në namaz, kur adhurojmë Allahun, me këpërtina mbyll, pa qelë. Përderisa fetë e tjera, të cilat kanë libra të shajt, anë pse të devijuar, po çato që i kanë, kur prijet, nuk din, nuk munden të adhurojnë Allahun, të falin namaz në format e tyre, të namazit e tyre, pa qelë librin e tyre e me lexuar. Kështu që me Benu Israel, me të krishterë, që të gjithë
E kanë përjashtuar, kanë thonë ulemat e selefe, përpos Musaut, përpos Harunit, Davudit, Uzeirit, këta kanë adhuruar Allahun, e kanë adhuruar pa lezu. Për atë, kur kemi folet i për Uzeirin alayhi salam, të cilin Allahu e bëri me vdek 100 vitë në surën Baqara, fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Allahu e bëri me vdek 100 vite thumma ba'atha, pastaj e zgjoi, e çoi në gjallë, hop, po çu. Dhe kur shoi te populli vet, dhe ju thasin një Uzeri, kush mi besu. Përpos një gruaje plak, e cila ishte verbër, thanim ka në gjalla, ishte tash, kishte kaluar, kë 100 që ka najtë i vdekun, a jetë do të mi pas minimum 120 vite. Tha Uzeri, në korë që Uzeri, që ka në qatë zeman, aje ka ditë të vratin për me në shkrejt. Në qatë kohë të vratit ty një ka humbur. Dhe Uzeri thëtë pa, unë e di hala për menësh. Edhe vërtetojnë se është Uzeri. Pra, shumë pak e kanë ditur, edhe kanë lezuar për menë që kanë adhuru Allahun, për ndryshe, edhe së të kësoj dite, edhe më herët, fete tjera, dhe asë një popull, nuk e adhuron Allah me librin e ti, pa e lezuar, se kurse ne musliman që adhurojmë Allahun tonë, pa e lezuar asë. E Allahu pa thot të bareke wa ta'ala, pra ne kemi letësuar Koranin, le dhikr, për dhikr, për përkujtim, për mesim, për adhurim, për meditim e tjere, fe helle me mu dhikr, a ka ndo një që me rëmësim. A ka ko që dënë me përfitu për këti Koranin, ne themi po Zoti jonë, po Allahu jonë, të ne me këtë Koran, ne ke ndërquar zemrët tonë. E ne ke bërë me dash këtë Koran, shumë. Më di ma shumë se çdo këtë tjetër në këtë dënja. E ne ke bërë të lehtë, me lezu, me buhatme, e ty me te me të adhurua Zot, e me kuptu, e me zbatu në praktike, me te me jetu. E që pjesë e sajnë atash, është, a ka kush është i lehtë, a ka kush që do të përfitaj, është i lehtë, në mësu me lezu. Andaj ata që nuk din me lezu Koran, letë tërprohen para të madhe të Allah. Letë ngushtohen, letë tërprohen marre pe Allah. Ka të shumë në ka letësu Allahu këtë liber, me një verë, me një sezon veror, e mësen me letëzu. E pas taj tanijeten, gjithë faqe, një faqe, dy faqe, një të katët e në faqes, një ajet, që shtapet mundësia, shkon rrugtim, shkon qabe, dën mal, shkon tërës, shkon uftim, me veti, sepse Allahu na ka letësuar. Dhe adhuron Allahun me të bareke wa ta'ala. E është shenjë, argument i fort që ti e dën Zotin tamam, apo e dën hakikat. Se tamam s'kuptot atë kuptim, e dën mjaft, por e dën Allahun. Sepse e dën librin e Zotit, qysh e dën dinin e Zotit, qysh e dën pejgamberin e Zotit, të bareke wa ta'ala. Allahu na bëf atyre që e dojnë, Koran edhe e dojnë me Koran.